Kjo është qendra edukuese, korrektuese për të miturit në Lipjan. Kjo qendër synon përmbushjen e qëllimit rehabilitues për të miturit. Qëllimi i masës edukative është që të kontribuojë në rehabilitimin dhe risocializimin, duke ofruar mbrojtje, ndihmë dhe mbikëqyrje, por ky qëllim mbase arrihet vetëm me programe dhe staf profesionalisht të përgatitur, por edhe të dashur e të ndërgjegjshëm, siç është edhe udhëheqësja e kësaj qendre korrektuese Ardita Osaj Blakaj. Jam në qendrën korrektuese në Lipjan, ndërsa do të tërkasim në derën e ushtruesës së detyrës Ardita Osaj Blakaj, ku do të mësojmë për sukseset dhe sfidat e rrugtimit të saj. Përshëndetje dhe puna e mbarë. Mirë se ju gjetëm. Ardita Osaj Blakaj ka një karrierë të gjatë në qendrat korrektuese në Kosovë dhe rrugtimi i saj nuk ishte i lehtë. Drejtoresh, a është sfidë apo privilegj të jesh grua? Në përgjithësi e konsideroj edhe privilegj, po edhe sfidë. Ndërsa gratë e zonja, a ka nevojë për mbështetje, apo u mjafton vetëm guximi dhe përgatitja arsimore, por edhe profesionale? Unë mendoj se mbështetje të duhet çdo herë. Cila plotësojnë njëra tjetrën? Guximi, përgatitjen edukative arsimore, profesionale, apo anasjelltas? Unë mendoj se anasjelltas, po mbi gjithatë edhe guximi luan një rol, sidomos në disa rasteve kur na paraqiten gjatë mbarvajtjes punës. Po megjithatë korrektësia luan një rol shumë të rëndësishëm, po dhe guximi ka atë pjesën e vet, se pa pas guximin ti nuk mundesh mi menaxhu disa raste kur aq më tepër kur janë serioze. Dhe ju e konsideroni veten të guximshme apo grua me fat? Vërtimi i karrierës është shumë i rëndësishëm, po mbi gjithatë është edhe mbështetja që të ofrohet. Se kur e keni mbështetje si prej familjes, si prej shoqënisë, si mbështetje institucionale dhe të vlerësohet puna, edhe puna veç me punë, edhe krijohet një besim i punës, atëherë është një privilegj i secilit tepror. Sepse profesionet edhe pozita nuk një gjeni. Mbështetjen e kom kriju dhe të thotë zona fillen familjen, edhe ende zotëroj të familja ku jem lind, jem rrit, po megjithatë kam edhe mbështetjen edhe familjen që e kam kriju aq më tepër bashkëshortit. Çfarë ka bërë këtë rrugtim të bukur, por edhe sfidues sigurisht? Në fillim gjithçka ka qenë tem tabu. Femna në uniform, kalumin ka pas shumë pak, po megjithatë femra shqiptare mendoj se është heroin në çdo aspekt, secila femër ka vlerat e veta, po te aspekti i femrave në uniform mendoj që ka qenë numër shumë i vogël, e për atë qysh e kemi prit, e jemi prit shumë mirë në shoqëni. Po megjithatë femra në uniform e gëzon një privilegj tash. Se në fillim ka qenë një sfidë te kalim i barierave, klisheve, po megjithatë femra është sfidu, po ja arrin sepse ka fuqinë. E ka fuqinë për brenda e cila reflekton me pozitivitet. Gratë e forta si Ardita janë të dashura, pozitive dhe të guximshme e të gatshme për të ofruar mbështetje për ata që kanë nevojë dhe i ka goditur fati, apo u mungon guximi për të tejkaluar vështirësitë e jetës. Unë ju me inkuadru në vitin 2000 në shërbimin korrektus, mbështetjen maksimale kam pas për prindit. Prindrit babait apo nënës? Prej babait, edhe pse jam rrit një familje shumë ngrohtë dhe me shumë dashni. Ndoshta prindi ka kontribu 40 vite në arsim, nëna ka qenë shumë një edukatore e mirë, po një pushtet jetësor që neve na ka ofru dashni edhe empati shumë. Dhe sa nona mungon se para 7 viteve ka ndru jetë, edhe ndi mungesën edhe këtë jetën mungon,
të pjesa uniformës dhe shërbimit korrektues, babi ka qenë mbështetësi kryesor që mu më ka mbështet ndër këto vite. Edhe kam ende mbështetjen prej tij, si një shok që i ndaj të mirat edhe të këqijat, edhe në asnjë rrethon nuk më thotë ti s'munesh, ti munesh, po pse jo, ti munesh, ti je shumë e zoja. Po, nëna, të ka thonë ndonjëherë mos e ndjek këtë rrugtim se është i vështirë për një grua, për një nën? Ka pas raste se e ka ndi atë frikën që është reflektu femra në një formë, a din atë ndjenjen, po megjithatë kur unë shumë pak i kum diskutu çështjen e punës, ma shumë i kum diskutu me babain, se nëna ka E ke kursyr? E kum kursyr, se nëna ka dashur procesin edukativ si mua. Ti nuk e ke parë veten si mësuese, si Jo, se mësuese? kum pas, uniformën e kum dashur me shpirt, mendoj që është një akt ma fisnik si me shërbi vendit tënd nuk ka. Dhe ju jep një shansë të dytë njerëzve që kanë rënë tash me ligjin. Çka do që të ka, jam e përgjithshme të jem e gatshme të përgjigjem thirrjes. Edhe pse jam familjare, nga njëherë bashkëshort të jem për të ardita, duhet me pas një përgjegjësi edhe për kujdeset ma shumë për fëmijë, se e din se qasjen dhe problemet që ka mundet me pas një institucion i sigurisë, po megjithatë kemi një bashkëpunim edhe një punë shumë të mirë. Unë jam shumë mirënjohëse ndaj shërbimit korrektues, i falenderoj gjithë ata që më kanë mbështet këtë rrugtim. Keni lindur në Istog, shkollimin fillor dhe të mesëm e keni vijuar gjithashtu në vendlindjen tënde. Më pas studimet i keni ndjekur në Prishtinë, ndërsa mund ta ndash disa kujtime nga ajo kohë. Ne kur rritim e kuptojmë se gjëja më e vjetshme në jetë është fëmijëria. Ka qenë një fëmijëri e shnosh në këtë dashni, që kemi shiju lojrat shumë pak, po që jemi kënaq. Unë kum qenë vajza e tretë në familje, e kemi pas mbështetjen familjare për i prindve, ju ndasit gjenore, vajzë, djalë. Megjithatë, punon në një institucion që duhet të kesh parasysh të jesh e drejtë me ata të cilët kanë rënë ndesh me ligjin. Unë mendoj se si titullare këtij institucionit fal punës dhe bashkëpunimit të stafit të përgatitur që kam, mendoj që bëjmë një punë shumë të mirë. Fal aktiviteteve, programe rehabilituese, shkollimit, trajnime profesionale, aktivitetet ndryshme, mendoj që e arrim pjesën e risocializimit që të miturit të kthehen të barabartë në liri. A është secili rast në vete që krijon ndjeshmëri, por edhe qasje të rej për secilin? Mundohemi me ndejt afër. Takimi i parë është shumë i rëndë domethënës, po megjithatë fal ekipes profesionale që kemi në institucion, të zyrtarit korrektues, i cili kontaktin e fare ka me të miturit, punëtorët sociale që kemi të përgatitura, edhe psikologën, psikiatrin, mjekun e përgjithshëm, mendoj që e arrim atë pjesën ku të miturit me pas një kujdes të shtumë edhe më kysh në aktivitetet, cilat ja bojnë pak ma relaksus ambientit. Unë mendoj se shkollimi ka shumë rëndësi. Shkolla parë i socializimit e konsideroj shkollimin, edhe pse kemi një numër të konsiderueshëm se të kyçin shkollim. Ka trajnime ndryshme, programet ndryshme. Kemi një histori suksesit cilët kanë dalë dhjetra të mitur edhe kanë vazhduar me trajnime profesionale edhe programe rehabilituese që të cilëve ju ka bërë pak më e lehtë kjo kohë që kanë qëndru këtu. Unë prej Stogut të thojë në Lipjan, punën e bëjmë me shumë pasion edhe me përgjithësi. Uniforma të ofron nder, krenari, po njënë edhe ki edhe përgjithësi për punën që e bën. Megjithatë, kam një bashkëpunim shumë të mirë, takimin e kemi të mëngjesit, njoftohemi për rëndësitë që ka ndodhur me ne 24 orëve, edhe secili vazhdon punën e vet. Aty ku ju duhet ndihma ime, unë do jem gjithmonë, sepse është përgjithësia jemja morale dhe juridike të jem dhe të përgjigjem në mënyrën më profesionale në secilit rast, sepse ndjem përgjithësi
për punën që e bëjnë. Jeni nderuar edhe me titullin ambasadore e paqes. Jam shumë mirënjohës ndaj këtij titulli, është një privilegj sepse është një titull i shejt që neve na shërben edhe na shërben ta mbajmë një paqe brenda vetes së pari, tani ta reflektojmë të tjerët. Kam menduar gjithmonë se në aspektin pozitiv më ka ofruar një titull i shejt, konsideroj shejt, prej ambasadorit paqes i cili punon në Francë, edhe gjithmonë të prezantu punën e femrës dhe rolin e gruas në shërbimin korrektus të Kosovës. Kam kryer shumë trajnime në aspektin e menaxhimit, në aspektin e sigurisë, barazisë gjinore, legislative, trajnimin domethënë zhvillimin e aftësive psikofizike, trajnimin e llojeve drogave, sepse ka të bëjë me një institucion sigurisë. Një kohë kam qenë edhe kryetare shoqatës grave në shërbim korrektus, por e konsideroj si një vlerë të shtuar, një privilegj, sepse ka qenë një mundësi shumë e mirë, po kemi punu shumë edhe kemi pas mbështetje nga partnerë strategjik, nga shërbimi korrektus, nga afrorët e shërbimit korrektus, të cilët na kanë mbështetur shumë që të triumfojmë si shoqat, po megjithatë kemi pas një mbështetje maksimale edhe prej ministrës zonës Bullina Haxheu, e cila ka bërë pamundur që të rritet numri i femrave në shërbimin korrektus, edhe ka zotuar që ka përkrahur fuqizimin e rolit gruas, sepse është shumë e rëndësishme femra në uniformë e aq më tepër në burgje, ku të punoj me të burgosërit cilët kanë rënë ndesh me ligjin. Është një punë nganjëherë sfiduese, po megjithatë ka shumë femra që bojnë punë shumë suksesshme. Ndërsa ju rrallë herë kemi parë edhe nëpër konferenca. Konferencat më kanë ndihmuar shumë, po megjithatë jam munduar që ta jap më të mirën e vetes, ashtu që siç di më së miri ta prezantojmë shërbimin korrektus, rolin e femrës në uniformë, punën që e bëjmë, sfidat që na paraqiten, edhe ka qenë një punë shumë e mirë. Unë konsideroj një privilegj që më ka ofruar nga shërbimi korrektus, sepse jam rrit, jam zhvilluar dhe jam profesionalizu në uniformë, të pas parasysh trajnimet që kemi marrë jashtë shtetit në aspektin e menaxhimit, kemi ndërtu shumë ura, kemi fitu përvoja të ndryshme të cilat na kanë shërbyer shumë dhe jemi munduar të implementojmë në vendin që punojmë. Drejtoresh, jeni inkuadruar edhe në Akademinë e Arteve Shqiptaro-Amerikane në New York. Po, në vitin 2021 jam inkuadruar në Akademinë e Arteve. Është një platformë ndërkombëtare shqiptare-amerikane ku prezantohet puna e psikologëve edhe psikologjia e komunikimit në burgje. Karrierën tuaj, por edhe punën e qendrave korrektuese në Kosovë keni prezantuar edhe në nivele ndërkombëtare, jo vetëm në nivel vendi. Po, kjo mundësi dhe kjo privilegj më ka aprovu nga shërbimi korrektus i Kosovës. Ka qenë një nder dhe një privilegj për mu të prezantoj nivelin ndërkombëtar, një platformë ndërkombëtare ku prezantohet puna e cila zhvillohet, bëhet me standardet e larta evropiane. Kështu që kemi arrit me shumë suksese, mi prezantu historitë suksesit të cilat kanë dalë nga shërbimi korrektus dhe ndihem shumë krenare sepse pikërisht kam prezantuar rolin e gruas në shërbimin korrektus të Kosovës. Dhe cilat kanë qenë komentet që ty të kanë mbetur në mendje? Ka pas shumë komente pozitive edhe mahnitëse, të cilat sot të une mbesin si disa momente mbreslense, sepse jenë mahnit nga puna e femrave cila bëhet në burgje, rastet, ballafaqimet, aktivitetet, trajnimet, edhe mendoj që kemi ndërtu ura lidhëse me shumë bashkëpunëtor edhe jashtë Kosovë që na ofrohet një mundësi bashkëpunimi edhe të vazhdojmë me tutje me projekte të ardhshme. Brapa teje kemi një këshill të Naim Frashërit kur thot kur ti je i zemëruar mendja është e turbull, bëj durim sa të kullohet se njeriu pastaj pendohet. Kemi shumë momente që na duhet durimi, po mbi gjithat duhet të ndalim dhe të mendojmë si të veprojmë që të kemi
në vendim më të mirë, sepse marrja vendime ka shumë rëndësi momenti që e merr vendimin aq më tepër kur je prore lartë. Ndërsa drejtoresh sigurisht ke dhënë dhe ke marrë këshilla. Unë çdo ditë marr këshilla, sugjerime, edhe rëndësishme është, ka shumë këshilla që duhet mi bart me vete njeriu, po ajo që ka është rëndësishme është se në aspektin profesional është rëndësishme na të reflektojmë edhe ta bartim autoritetin njerëzor, sepse ajo ka rëndësi. Po mbi gjitha edhe durimi është një vlerë që ndoshta secili s'mund ta kem, por me kohën mund ta fitojmë. Është një profesion shumë i duhur, është profesion unik, po megjithatë të bën edhe unike nëse ti e kryen një punë me nder edhe me kënaqësi, kur ju jepet një mundësi e dytë personave që kanë rënë ndesh me ligjin që ata nëpërmes programeve rehabilituese të kthehen të barabartë në liri. Ndërsa unë jam shumë e nderuar që ndam kohën bashk, pra na kushtuat kohën tuaj, me një grua unike si që jeni ju Ardita Osaj Plakaj, drejtoresh e qendrës korrektuese këtu në Lipjan. Faleminderit Afrodita, shumë kënaqësia është e plot, jeni të mirë se ardhur, po megjithatë e vlerësoj këtë intervistë dhe ju bëj thirrje gjithëve që të kenë kujdes, edhe sidomos femnave se edhe të realizojnë ëndrat, sepse ëndrat mund të jetësohen, por megjithatë secila gru i ka vlerat e saj. Frymëzim dhe përkufizim i gruas së fortë është edhe Ardita Osaj Plakaj, e cila e di se kush është dhe çfarë dëshiron.